Nëse biznesi yt nuk po merr klient, problemi nuk është se njerëzit nuk e duan produktin tënd, por sepse po bën këto gabime në marketing që i largojnë ata. Hajde t'i rregullojmë këto gabime. Në ne, ti po flet për veten e jo për klientin. Marketingu yt nuk duhet me t'ingullu kështu. Ne jemi më të mirët, kemi 10 vite përvojë e tjerë. Klientëve nuk ju intereson kjo. Atyre ju intereson qysh ti ju zgjidh problemet. Në vend se me thonë, na i kemi ëmbëlsirat më të mira, ti mundesh me thonë, apo kërkon diçka të ëmbël, provo tortën tonë më të shitën me çokoladë. E dyta është se nuk ke thirrje të qartë për veprim. Njerëzit nuk ta lexojnë mendjen. E nëse nuk ju tregon çka me bo pas reklamës, atëherë ata nuk do ta bëjnë. Çdo postim, video ose reklam duhet me pas një thirrje të qartë. Për shembull, na shkruaj për një porosi, ose kliko linkun për me rezervu. E treta, përmbajtja jote është e mërzitshme. Me postu veç fotot produkteve, me përmbajtje njemi hapër nuk mjafton. Duhesh me tregu prapaskena, klient të kënaqur e qysh përdoret produkti yt. Sa ma njerëzor, aq ma tërheqës. Pra, marketingu nuk është veç postim, po është një ndërtim i lidhjeve. Rregullo këto gabime e ki me pa vetë ndryshimin.